le të ndjekim dhe të komentojmë kalimin e parë të modës. Kjo që shikni është Bora Bushati, është dama e mbrëmjes së sotme me veshjen që mban emrin Kamadeva. Pra, emri i veshjes është Kamadeva, një emër që na kujton poezinë e famshme të Lazgush Poradecit dhe që quhet Mbretëresha e dashurisë. Veshja e kuqe kuptohet lehtë që është transparente, e prodhuar. Të gjitha veshjet janë të punuara me grep dhe me shtiza. Sot do të kuptojmë atë që femrat shqiptare arrin të bëjnë, është Dori Stamolla, në një veshje sportive. Dori Stamolla në një veshje sportive. Edhe modelet tona janë sportive, në hecje, në qëndrim. Vjen tani Migena Ramadani, një tjetër veshje motivit të cilët janë dallgët e liçenit të Pogradecit. Pra stilistja jonë është thellësisht e frymëzuar nga karakteristikat e veçanta të liçenit të Pogradecit, nga zona nga ku ajo vjen. Është një zonjë me shije të holla e natyrisht me një durim të madh për të qepur veshje të tilla sportive dhe mbrëmjeje, sepse do të kemi rastin të shohim edhe veshje mbrëmjeje. Tani një veshje thellësisht ekstravagante, Gjorgjina Llogori me veshjen e quajtur margaritar në rjet. Kështu quhet veshja, është margaritar në rjet. Është një veshje në fakt që të kujton plazhin. Kjo është Gjorgjina Llogori me këtë veshje titulluar Margaritar në rjet. Dhe tani vjen Ada Agolli me veshjen Pranvera. Është një veshje komode me ngjyra të roz, aq të përdorshme në vitet që jetojmë. Stilistët në të gjithë botën kanë tendencën në përgjithësi për të përdorur ngjyrat e lehta, ngjyrat roz, bojqielli, ngjyrat e buta. Këto janë veshje të cilat mund të përdoren në jetën e përditshme. Kjo është Alma Rambi, veshja quhet kuadrat veshje në gështenja, sepse siç që dhe e dini, Pogradeci s'është vetëm qyteti i liçenit, por ka një pyll shumë të bukur gështenjash, nga është marrë dhe motivi për këtë veshje. Pra ishte Alma Rambi me këtë veshje të quhetur kuadrat veshje në gështenja. Brenda punimit me grep dhe me shtiza, stilistja jonë ka mundur të Ilda Reka me veshjen Pranvera. Kjo veshje simbolizon mbretëreshën e peshqve që ekziston në gojdhënat dhe legjendat e peshkatarëve pogradecar, sipas të cilëve kur bie në rjet ky peshk, që quhet mbretëresha e liçenit, ndot apokalips, ndot një fatkeqësi. Një tjetër motiv interesant, një veshje mbrëmje luksoze. Dhe del edhe një herë përpara spektatorit dhe teleshikuesit shqiptar, dama e mbrëmjes ose Bora Bushati me veshjen Kamadeva.